Dhe gjithë që tërë në mëshirot në shpëto si përndi i mirë, njëri dasës dhe mëshirë plotë. Me ruatat e etërve tanë të shenë, duke qarë hidhur e duke thirrur, kjo është tani si pas traditës mirë është të dalim nga sala. Këndim për Evangjelit të shë. Edhe si shkoje shtuna, Maria Magdalena dhe Maria, me Jakovit dhe Saloma, blenera që të vinin të lyenin, edhe shumë shpejt në mëngjes, të parën ditë të javës, vinë në varë, dërsa po linte dielli, edhe thoshin midis tyre, cili do të rrokullis gurin prej derës së varrit, edhe kur hodhën syt, shohin se guri ishte rrokullisur, sepse ishte fort i madh,
edhe si hynë në varë, pan një djalos duke ndenjë në të djaltë, të veshur me roba të bardha, dhe u trembën, por ai u thot atyre, mos u tremni, kërkoni Jezu Nazarejasin që e kryqëzuan, unë gjallë nuk është këtu, ja vendi ku e kam vënë, por shkoni edhe u thoni nxënësit të tij dhe Pjetrit se i shkon më përpara se ju në Galile, atëherë do ta shihni se ju patën juve. Edhe ato dolën shpejt e ikën nga varri, sepse i kishin zënë të dridhurat e të habituara, dhe as njeriu si thanë gjë, sepse kishin frikë. Lavditë rinisës së shenjtë të njëjtënshme dhe jetëbërëse dhe të pandar, gjithnjë tani e përherë në jetët të jetëve. Amin. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Le të ngjallet Perëndia dhe të shpërndan armiqtë e tij, dhe le të ikin për faqes së tij ata që i kanë në mëri. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Do të humban si tyminerë, do të shkrin si dylli para zjarrit. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Ashtu do të humbasin mëkatarët për faqes së Perëndis, dhe të drejtët do të dëftrejnë. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli, edhe të varrosurve jetën u fali. Kjo është dita që ka bërë Zoti, le të gazëllohemi dhe të frejmë në të. Krishti u gjallë së vdekurës, me vdekjen shkeli,
varicës para tha, na dha jetën e mëshuar dhe për dëshlimin e madh. Vëllezër dhe motra ortodoks, ne sot kremtuam fesën më të madhe të ngjalljes së Zotit Jezu Krisht. Dita e sotshme është një nga ditët më të shenjta, për të cilën gjithë besimtarët ortodoks gjatë periudhës 50 ditore të Kreshmës ndoqën me kujdesin më të madh ditët e Kreshmës dhe ditët e shenjta për të cilën ne sot kremtojmë ngjalljen e Zotit Jezu Krisht. Dita e sotshme është një ditë e shënuar për krishtërimin, por edhe me një farë ndjenje përgjegjësie, dashurie dhe respekti, dhe e kujtojmë ideatorin dhe ndërtuesen e